Bismillahirrahmanirrahim. Ju përshëndesim shikues të nderuar kudo që jeni, me selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jemi me emisionin e radhës, emisionin e emëruar Fikhu Hanefi, që faktikisht çdo javë transmetohet në gjitha adresat e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës në rrjetet sociale me profesorin Mustafa Efendi Havolli çdo javë, që faktikisht është profesor emisioni i pestë me radhë që flasim për rëndësinë e sunetit si burim i fikut, por me theks veçantë për sharim tek shikues tek hadithi ahad, ndjeshmëria shumë më e madhe, divergjencat mes dietarëve janë shumë të mëdha. E lidhe me hadithin ahad, ndaj edhe emisionet janë më të shumta serike rreth këtij hadithi. Kemi ardhur profesor te kushtet e hadithit ahad, që faktikisht i ke përmend në emisionin e kaluar, por sa i përket hadithit ahad, kundërshtimi me Kur'anin tek sahabët, sa është i mundshëm ose si ka ekzistuar kjo mundësi tek shokët e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. Po na kemi thënë edhe disa herë që rreth hadithit ahad, që është hadithi që praktikisht ka paktën dikun në njërin prej zinxhirëve ka një transmetues ose transmetues aq pak sa që meriton të quhet i vetmuar, transmetimi i vetmuar. Dhe ajo që kemi thonë se kemi me fol gjatë për çështjen e haditheve, sepse janë shumica dërmuese e haditheve janë të kësaj kategorie. Që do të thotë hadithi mutawatir dhe mashhur janë pak, ndërsa hadithi ahad është ai i cili nuk e kishëm tepruar nëse thonë është për 90% në degët dhe meselet çështjet fikuare të cilat dietarët fikut mbështeten to, që besa dhe dietarët hadithit janë marrë me to. Se hadithe kanë pas pak të hadithe që janë mutawatir dhe mashhur dhe janë marrë me to. Para ta edhe shumë dispozita pra varen prej hadithit ahad. Shumica dërmuese. Për ata, përderisa kjo kategori e hadithit që është ashtu si serum dhe si kemi seruar në detale në emisionin e parë kur kemi filluar me fol për ahadin si kategori e haditheve, do të thotë është ma problematik për arsye se mundësia për me gabue është jo e vogël, sepse po ndërlidhet me një transmetues çështja, një lajmërues, një lajmëtar, ai që lajmëron se kanë dëgjuar se ka pa diçka, është veç një individ, mundësia me harruar nuk është e vogël, sidomos kur e dim që te 3 gjeneratat e para shumica dërmuese e haditheve nuk janë kanë të shkruara, janë mbajt praktikisht në mënyrë verbale janë transmetuar pe një transmetues ose pe një gjenerate te gjenerata tjetër. Hadithi ahad ndoshta si pikë që kisha pas qef me na kuptua drejt edhe shqyqust, edhe ata që merren me do të aspektin shkencor janë më ngritën, do të imamët dhe ata që njohin çështjet islame dhe shkencat islame pak në nivel më të lartë. Kisha pasur me e kuptuar qartë se shumica e veprimtarisë së muhadithinëve shtrihet ka të bëjë me senedin, rrugën e transmetimit, jo me tekstin e. Na smetom që s'ka fol kërkush prej tyre, po është shumë pak. Bile të hershmit gati se fare nuk kanë fol për tekstin. Edhe kjo qënë pesh të shikues dhe të imamët që me kuptu drejt. Muhadithin të mëdhaj, imam të hadithit. Tash po flasim për ata që janë mësuesa të imamëve që i kanë shkruar 6 koleksionet e më herët, që me plot kuptimin e fjalës janë ata të cilët i kanë venduar themelet e shkencës së hadithit në gjitha fushat e saj. Ata nuk janë marrë me tekstin e hadithit, me metnin e hadithit, me vetë hadithin. Që është fjala. Për me dhënë shpjegim është fjala, se ata tekstot kanë transmetuar, kanë bërë si hadithe, mirë po nuk kanë marrë me kuptimin. Për ata kemi gjë të deshifrimin e kuptimit. Që pas që ndonë anina
si marrën në vetëm edhe nëse është marrë ka kthyer a ka shtu fjala s'ka shtu, po s'është thelluar në hadith me kuptue dhe me shpjegue dhe me komentuar dhe me nxjerr dispozita prej hadithit këto. E kanë thonë shumica dërmuese e dietarëve të hadithit. Edhe kim raste me shumëta që janë përmendur për libra që i kanë përmendur si shembull dietarët. Rasti i Shobës, kur e pyeti Imam Ebu Hanifën për çështje të caktuar, është transmetuar se ka pyetur edhe Imam Ebu Jusufin, Allah i pasqyrohet që të gjithë, dhe ai ka thonë çështja është kështu. Kanë pejkajt ku e ke mbështet këtë çështje, ka në hadithin që e kam transmetuar për teje, për filonit se pejgamberi ka thonë. Bile Imam Ebu Hanifës i ka thonë kur ka filluar m'ia tregue hadithet që i ka transmetuar rreth çështjes, pe tina ka thonë bolla, po donat që ta kom transmetuar, e ke marrë për meje për një vjet më treguar për një orë. Ndërsa Imam Ebu Jusufit kur ja ka përmend hadithin që mbështetje për çështjen, i ka thonë unë këtë hadith e di para se me qentin barkun e nënës tonë. Sa kon shumë më vjetër se Imam Ebu Jusufi. Do të këtë hadith e di as më atë, po ai muhaddith s'është marrë me komentimin e çështjes. Për ata dhe i ka thonë Imam Ebu Hanifës, ka thonë na jem farmacist, do të përgatitum, ndërsa ju jeni mjek, ju jeni ku me qit ilaçe tani bornat. Do të jos fiksoni bornat dhe jetë. Për ata janë më shumë vlerësohet në termin ton si punë teknike, do të fusha e veprimit muhadithinëve kryesisht ka qenë kjo. Për ata nuk e kanë mohuar muhadithin të hershëm, këta të mohueshmit, pse po munduan mi bë madhhab muhadithinëve edhe në fik, tash po munduan më që ata dinë edhe hadithin, do të me komentu hadithin. E tani jam dal telashe edhe problematikat që janë bë fitnë e madhe nëpër ande kanë bë, ande kanë botës. Do të ata janë marrë me atë që është kont specializimi i fushës tyre, rrugën e transmetimit dhe transmetuesit. Vlerësimi i transmetuesve, gjetja më shumë se një rrugë transmetimit për hadithin që me fituar forcë hadithi, e kështu me radhë, po nuk janë marrë me çështjen tjetër. Ndërsa fukahaja, juristët islam janë ata të cilët e kanë pas specializim tash përkon me fushën me rrafshin e tyre, studimit e ajo është teknika e komentimit të tekstit. Shifrimit, do me thonë atë forma e nxjerrjes së dispozitas, do kanë kanë njerë tekstet që kundërshtojnë njëra tjetrën, forma që ato me formën njëra tjetrën. Do të praktikisht këta janë ata të cilët urdhërorja kur nuk kupton obligueshmërinë e veprës, kur janë elementet që zbusin atë, ata janë që merren specializim është komentimi i tekstit. Dhe dispozitat me nxjerr prej teksteve, ajete qofshin ato ose hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është fushë e fukahave. Prej këtu, të dietarët të hadithit më shumë jemi mësuar me ndëgjue edhe shpeshher përdoret, hadithi është sahihul isnad. Rruga e transmetimit është e pranueshme. Transmetuesit janë të besueshëm. Rijalu isnadi thiqat, janë pranueshëm, besueshëm. Po kur thet muhadithi kështu, nuk kupton se ai e ka vlerësuar që bën me vepruesin mbas hadithit. Ai e ka vlerësuar vetëm pjesën e tij të fushës rrafshit që ai merret me të. Për ata duhet këto dy fusha ose këto dy tash po drejtime, dy specializime, duhet ta mbështesin njëra tjetrën dhe prej këtu tani hadithi kalon te fuqahat dhe fuqahat merren me të. Dhe mund ndodh që rruga e transmetimit të hadithit dalë në rregull dhe transmetuesit e besueshëm, po edhe pse i thon hadithi sahih sipas muhadithinëve nuk pranohet te fuqahaja të juristët islam për arsye se ata shqyrtojnë tekstin e hadithit dhe kanë tani edhe disa kritere, kushte të tjera të cilat duhet hadithi ahad që herë po flasëm ti kaloj në mënyrë që ai të jetë i denjët për me veprue në praktikë si mbastina dhe për me nxjerr dispozita prej këtij hadithat. Analiza pra ka kaluar në laboratorin e muhadithinëve, por jo të fukahave. Po jo të fukahave. Ata kanë laborator special. Kto që për me qenë hadithi i pranueshëm, edhe kur thon hadithi sahih, është sahih me plot kuptimin e fjalës në dy fushat, edhe rruga e transmetimit, edhe teksti i hadithit është kur e përpunojnë edhe dietarët e fikut ose juristët islam ose fuqaha. Tani thon hadithi është sahih në kuptimin salih lil amali bihi, tash është i denjët me vepruesin simbastina dhe nuk mjafton vetëm të qenurit hadithit sahih sipas dietarëve të hadithit. Këtë çështje po shohim me po thon, "Olla hadithi sahih po e ka kundërshtuar Hanefit, ose hadithi sahih e kanë kundërshtuar
Shafit ose hadithi saj, po hadithi saj është sipas muhadithinëve. Po nuk I ka plotësuar dhe kriteret shtesë që I shtojnë dietarët e fikut e për të cilat inshallah do të flasim më pas. E kjo mos kundërshtimi profesor I hadithit ahad ndaj Kuranit do thotë te sahabët, kemi ndaj shembull? Po. Po, do të praktikisht kur po themi teksti I hadithit duhet pranohet, pe kritereve që I kanë menuar juristët islam, është që mos merron ndesh me Kur'anin. Do të hadithi ahad nuk ka forcë me kundërshtue. Ka komoditetin. S'ka mundësi, s'ka do të praktikisht ajo vjen sikur në ring kur del dikush një fëmijë me çit kundër Muhammed Alis në kohën e tina. S'ka forcë me kundërshtue sepse teksti kuranor është I formës së prerë, besueshmëri, ndërsa hadithi ahad është praktikisht në mërmendje që është ashtu do të ka kaluar 50% që kemi pasur atëherë, po megjithatë është çështje transmetimi, është çështje njëri, mundet me gabu, mundet siç shumë të mundet me harruar, të thotë kur I thon filoni ka gabuar, nuk do të thonë që e konsiderojnë me automatizëm transmetues të dopt ose jo burri mirë ose jo I besueshëm. Po përsëritet mbetet njëri. Kështu që edhe është njerëzore. Po, njerëz gabimi edhe harresa janë njerëzore. Për ata hadithi I Fatimet ibn Qaisit radhiyallahu ta'ala anha, e cila ka thonë se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk I ka përcaktuar as furnizim as vendbanimin. Do të praktikisht kur është shkurëzuar se gruaja kur shkurëzohet e ka një periudhë që quhet idet pritje mas shkurëzimit. Në varësisht prej formës së shkurëzimit ai zgjat. Për të inshallah do të flasim në çështje më vonë, po nuk është gjithherë njëjtë. Po gjatë kësaj periudhe gruaja nuk ka drejt të kyçet në jetë të re bashkëtorë. Për ata gjatë kësaj periudhe gjithashtu me përjashtim nëse shkurëzimi është I formës së prerë përfundimtar, bashkëtorët kanë të drejtë mu ju rikthye jetës bashkëtorë pa kontratë të re martesore dhe pa procedura plot. Për ata ka dashur Allahu për të njëjtë çift. Po, të njëjtë çift. Për ata ka dashur Allahu xhelshoni ka përcaktuar urtësia hyjnore të njoft natyrshmërinë tonë. Njëri ka pe enatit mërzisë, emocione momentale. Edhe vjen deri te shkurëzimi, po mos anena I vjen pishmoni. E tash na ja kemi dhënë mundësinë se gruaja duhet të merret në shtëpi tina. E shkurëzuar periudha I detit dhe e ka në shtëpi vet. Do të obligohet gjatë kësaj periudhe, varësisht as gjat ajo 3 hajza, 3 pasrime ose 4 muaj dhe ditë ose deri nëse më bën derisa të lind, barçi do të thonë mundet me zgjat ka nerve, se më kon fillim të shtatzanisë, ai duhet me zgjat 8 muaj ose 9 muaj kretani. Sigurisht. Ashtu që ai duhet me ajo e ka obligim bashkëshorti që e ka shkurëzuar që gati ka hyrë në fazën e mi thon ish bashkëshorti me furnizuar që nuk kupton ushqimin me ja siguruar dhe vendbanimin. Kjo grua e shkurëzuar në kohën e pejgamberit alayhis salam pe sahabëve ka thonë që pejgamberi alayhis salam nuk ja ka përcaktuar asnjërin as tjetrin. As furnizimin, as shkurëzimin gjatë kohës së detit, e as vendbani. Edhe këtë ka thonë në emër të një hadithi. Pejgamberit të ka vlerësuar kështu. Edhe kur dëgjon për këtë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu thotë nuk e lëm la nadha kitab rabbina wala sunnat nabiyina liqawli imra'atin la nadri hafizat am nasiyat. Nuk e lëm librin e Allahut. E as sunetin praktikën që kemi vepruar simbasoj deri tash për fjalën e një gruaje e cila nuk e dim a ka harrua apo ka mojt men. Nuk ka thonë që ajo është e përdal, e fjala e saj s'pranohet. Jo, ajo për te ka qenë ndershme, e besueshme. Kondita njerëzore ka mujt me harru. Po, ajo që ka thonë në emën të hadithit ajo, e ka kundërshtuar Kur'anin, ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة dhe fund të ajetit. Po praktikisht Allahu xhaleshon Kur'an ka thonë që gruaja nuk guxon gjatë periudhës së shkurëzimit të largohet pritjes, në validetin nuk lejohet, nuk guxon se në taljes kuranore e formës së prerë, se guxon të largohet prej shtëpisë, që do të I vazhdon edhe ushqimi, nuk kupton edhe vendbani. Edhe vendbani, furnizimi edhe vendbanimi duhet janë obligim bashkëshortit derisa të përfundon pritja ose ideti. Me këtë rast Omeri ka kundërshtuar
praktikisht hadithin që e ka transmetuar Fatimja në këtë rast, radiallahu ta'ala anha, radiallahu anha, Allah qoftë i kënaqur me të gjithë, sepse ka rënë ndesh me Kur'anin e Madhërisht. Dhe kështu Aisha radiallahu ta'ala anha, më shumë se ne transmetim ka kundërshtuar për shkak se ka rënë ndesh me Kur'anin e Madhërisht. Është transmetuar pe Aishës radiallahu ta'ala anha prej rasteve hadithi kur lufta e Bedrit kur ka përfunduar kanë fituar muslimanët. Dhe në këtë luftë ka dorë Zoti që krerët armisht kokat e kundërshtarëve pejgamberit alayhis salam janë vrarë në këtë luftë. Po krejtë vrarët praktikisht mas luftës janë hudhur në një grop. Edhe pejgamberi sa ka shkuar te gropa dhe praktikisht u është drejtuar të vdekurve. Edhe me fjalët që në hadith sahih s'ka dyshim kriteret më hadithinëve, hadithi është e qartë. S'ka dyshim, edhe thot hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inna wajadna në rivajet tjetër ma wa'adana rabbuna haqqan. A e gjet tash atë që u ka pas premtuar Allahu xhaleshon, do të thonë që jo ka premtuar Zoti se tash më njëri pas vdes s'ka më besim për botën e ardhshme. Tash i shjon i heton i ndjen i den i mfon bindje. Rezultatin e bindjes veprave vetë. Tash nuk dyshon. Në qartë. Mundësia për me dyshuar me dorë derisa des, mas aty gjithçka e sheh që kon çush ka njoftuar Kurani dhe çush ka njoftuar pejgamberi alayhis salam. Tash pejgamberi po i drejtohet, a e gjet atë që u ka premtuar Allahu se na e gjetëm atë që na ka premtuar Allahu. Na fitoren na kanë premtuar, fitoren. Ju ka premtuar që kur desti keni me, do të praktikisht xhenamli në ajrat. A gjet ato. Edhe Omeri ka thonë radiallahu ta'ala anhu, sipas transmetimit gjithëherë, ka thonë ja Rasulullah që është po i flet të vdekurve. E pejgamberi sallallahu ka thonë që ata janë duke ndëgjuar bile në rivajet tjetër ka thonë që i ndëgjojnë edhe gjurmët e hapave tonë. Kur të kthehen nga varrimi apo. Po, e kështu që sipas këtij hadithi që është sahih, praktikisht vdekurit na ndëgjojnë. Dhe ndëgjojnë çka bëhet rreth tyre. Në realitet kjo bën ndesh me Kur'anin e Madhëshëm. Innaka la tusmi'ul mauta. Kur'ani është shumë i qartë, drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe te si bën me të ndëgjuar atë smunën, të ndëgjojnë ata aty. Smunësh me ishti ata me të ndëgjuar, me krye Muhamedi kanë vdekur, ka përfunduar gjithçka. Të Kurani është i formën e prerë. Ose la tusmi'u men fil qubur. Smunësh me ishti me ndëgjuar ata që janë varreza. Të Kurani është i qartë në këtë muhabet që praktikisht të vdekurit nuk ndëgjojnë më. Atë është periudha në jetën varreza ose Barzah se çështë dhe shqyrtojmë atë, praktikisht nuk ndëgjoj sipas Kuranit dhe Aisha radiallahu kur e ka ndëgjuar hadithin, në shumë transmetime thonë që Omerin do të kemi pikë dyshimin drejtsinë e saj thotë, po s'ka ndëgjuar mirë ose s'ka marrë vesh drejt apo mbarsh ajo se pejgamberi ka thonë a gjatë do të mor të vesh e kuptuat tash që ajo që ju kam thonë është reale, se ka bos për qëllim apo më dëgjoni çka them. Kështu që ka kundërshtuar vetëm pjesën që ata ndëgjojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të konsulimi i pejgamberit ai, posënimi i pejgamberit ka qenë që me dije ata që kanë dëgjuar për tjerë që praktikisht ata kanë gjetur ato çka ka premtuar, po është se për ndryshe hadithi bën ndesh me Kur'anin e Madhëshëm. Ose hadithi tjetër që është transmetuar edhe prej Ibn Omerit, edhe prej Omerit radiallahu ta'ala anhu, që i vdekuri dënohet për shkak se për shkak të çajturit të anëtarëve të familjes për te. Përsëri Aisha e ka kundërshtuar këtë hadith, sepse është hadith sahih, për arsye se bën ndesh me Kur'anin e Madhëshëm, ku në Kur'an është parimi i përgjithshëm për cilën do të flasim pak më vonë, sot inshallah që kërkush nuk jep përgjegjësi për punën e kërkuit. E kërkuila. E tani nëse shkojmë kështu, praktikisht shohim që parim të sahabët ka qenë që kur ka rënë ndesh diçka me Kur'anin, nëse s'kan mujt me e komentuar që me e fut nën konturën e ajetit, e kanë
Refuzuar. E kanë refuzuar. E qartë. Kjo është te sahabët. Profesor, e mos kundërshtimi i Kuranit tash nga ona e hadithit ahad tek medhhebet, a janë qëndrimet po tash medhhebet në 4 medhhebet kemi tekste jo të pakta ku të gjithë kanë këtë parim. Që Kurani nëse hadithi ahad nëse bjen ndeshme me Kur'anin në formë të prerë dhe s'ka mundësi që me gjetë një formë thëm ujdijen mes teksteve hadithit ahad dhe Kur'anit, do të një formë komentimi që është e logjikshme, e kapshme, që do të mjandrua në farë mënyrë me bu tevil, me komentua hadithin në qatë formë, me largu prej asaj që hapt qartë kuptohet prej hadithit, diçka që nëse s'është larg prej tekstit hadithit që flan me Kur'an, me Kur'anin edhe praktikisht e pranojmë, apo pranohet. Por përndryshe nëse bjen ndesh tekstualisht me Kur'anin te krejt 4 mëdhëbet, te 4 shkolla do të gjitha refuzohet edhe për arsye të logjikshme sepse Kur'ani është i formës së prerë në besueshmëri dhe hadithi ahad nuk është i tij. Nuk është e tillë, nuk ka dyshim për ata, mbetet hadith që nuk është në formën e prerë, do të në besueshmëri është megjithatë ka dyshime rreth asaj sa është, edhe pse transmetuesit gjithçka është në rregull, po gjithçka mbetet njerëzore dhe praktika ka kallëzuar që praktikisht transmetuesit kanë gabuar jo pak. Ka shumë prej tyre. Mirë, morëm hadithet që janë në Buhari dhe Muslim. Hadithi ibn Omerit që është sahih në Buhari dhe në Muslim. Flet për umrat e pejgamberit alayhis salam, Abdullah ibn Omeri. Hadithi është në Buhari dhe në Muslim tekstualisht po. Umrën e ka bo 4 herë pejgamberi alayhis salam, njërin prej tyre në muajin Rajab. Hadithin në Buhari dhe në Muslim. Për Aishës radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi alayhis salam nuk ka bo kur umrën në muajin Rajab. Ka bo umrën në muajin Rajab. Edhe ky hadith i Aishës është gjithashtu në Buhari dhe Muslim. Për ata po flasim që mos na ngjiten fjalë, ka gjithë hadith do përballë në hadith. Jo. Ai është në Buhari dhe në Muslim. Edhe ky është në Buhari dhe edhe në Muslim. Dhe për këtu është shumë që praktikisht hadithi edhe në Buhari dhe në Muslim, edhe njëri edhe tjetri është i pari thotë që pejgamberi sallallahu ka bo umrën në muajin Rajab, i dyti pe Aishës radhiyallahu thotë pejgamberi sallallahu nuk ka bo kur umrën në muajin Rajab. Njëri në me ikë, më thonë ç'është duhet, ka pas qëllimin këtë, ka pas qëllimin atje. Po jo ka bën muajin Rajab umrë, jo nuk ka. Jo nuk ka. Njëri pe dy transmetim. Kjo argumenton profesor në fal edhe atë shembullin që në fillim e tha që hadithet për muhadithinë janë veç bartën teknikisht, por jo. Po. Teksti më shikuar. Ka gjetur rrugën e transmetimit shënor se është bart. Ai tjetri, ndërsa fakihi është ai që merret tani me pjesën tjetër, mufassiri është ai që merret me pjesën tjetër, dietari usuli fikut është ai që merret tani me pjesën e tekstit praktikisht është me e përpunuat edhe i kanë edhe ata dosita tjera të cilat e sitin tekstin në mënyrë që me përzjedh cili është ma me vendash, e sa ne po kur e shohin që po bjen ndesh me Kur'anin në formë prerë dhe s'ka mundësi me e komentue në formë të logjikshme hadithin, atëherë praktikisht hadithi refuzohet te 4 mëdhej. Te 4 mëdhej, short. Tash profesor, meqense i përmend te 4 mëdhejbet, po Imam Ebu Hanife ose Medhebi Hanefi ka diçka më specifike tek mos kundërshtimi i Kuranit nga ana e hadithit ahad, apo sigurisht i ka kushte më të veçanta. Mirë, tash te Imam Ebu Hanifja ose te Hanefit në përgjithësi, po është pak më specifike, edhe pse pak më formë pa drejt ju veshë se kanë kuptuar drejt. Neve, kur teksti i hadithit është sqaruesi i ajetit, te Hanefit pranohet si sqarim. Pranohet si çka? Si sqarim. Edhe nëse është ahad. Po. Se këta po thonë që këtë hadithin e kanë pranuar Hanefit, këtë tjetrin hadith nuk e kanë pranuar. Këti kanë thonë karon ndesh me Kur'anin, këti si kanë thonë pse si kanë kuptuar natyrë kawaidin, parimet, rregullat e usul fikut të Hanefive. Nëse hadithi është sqarues i Kuranit, i ajetit,
pranohet te Hanefit. Dhe nuk refuzohet. Nuk refuzohet. Po gjithherë pranohet zbritet në vendin që e ka adekuat. Do të nëse Kurani dhe teksti kuranor përmend farze, vjen hadithi atë që përmend hadithi na nuk e ngrisëm në rangun e farzit. Sepse hadithi nuk e ka, a hadith se ka vendin s'mundet më, s'është formë se prerë besueshmëri. S'mundet me pru farz, as haram. Ai ka ndërmjet asojna. Inshallah. Për ta, për shembull, te mesu i kokës. Sipas Kur'anit, wamsahu bi ru'usikum. Do të më dhon mes një pjesë të kokës. So është ajo pjesë dhe me çka duhet më dhon, cilës pjesë të kokës më dhon? Praktikisht te Hanefit, hadithi e Abu Said al-Khudriut është pranuar si sharusi këtij ajeti kuranor shikoj. Pra ajo është transmetuar që e ka shti dorën në çall. Dhe i ka dhënë pjesës së parme të kokë. E ka përshkruar këtë pjesën e sipërme. Do të praktikisht, nëse kemi refuzuar hadithin, po e kemi pranuar si sqarues të Kuranit. Kur refuzohet te Hanefit, kur hadithi e ngushton kuptimin e përgjithshëm të ajetit, ose e kurszon atë që ka ardhur pa kurszuara në ajete. Kjo është ajo pjesa kur veçohen Hanefit prej tje. Hanefit prej tjerëve. E qartë. Për ata këto duhet me pas të qartë. Kështu që vjen për shembull kemi raste të shumta, për shembull nëse jem te avdesi, kem hadithe të shumta që flasin po hadithin për hadithi ahad është innamal a'malu binniyat. Hadithi është ahad. Hadith shumë i njohur. Po është po më i njohur më vonë. Mirë, po 3-4 gjenerata të para praktikisht është hadith ahad. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush se ka transmetuar pejgamberit radiallahu taala. Çdo transmetim tjetër është i papranueshëm. Pejgamberit pas Alqamja kush se ka pranuar, se ka transmetuar prej tina. Kështu do të praktikisht e shohim pe atina veç Ibrahim Tejmi, kush se ka transmetuar pe Alqamës postina. Praktikisht jemi 4 gjenerata të para veç kanë transmetues, për atë hadithi është ahad. Mirë po, me thebet e tjera, kam thonë që njeti në avdes është farz. Hanesi ka thonë së është farz. Është farz. Po, Zoti ka përmend në Kur'an farzet e avdesit. Idha kumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Praktikisht praktikisht na kemi të bëjmë me përmendja larja e fytyrës, larja e durëve deri me dhon mes kokës, një pjesë të kokës. Dhe me lokum deri në nyje, deri zot komës, praktikisht janë 4 farzë që i ka përmend Kurani. Ta Hanefit s'mund me qit farz tjetër tash. Do gjao është përmend tani rreth avdesit është ngrit deri në rangun e sunetit. Po na mundon vallai po njeti nuk ka se vopë pa bunjet, po Hanefis kanë thonë që ka se vopë pa bunjet, pra ta kanë në sunet me bunjetin. Po nëse harrojmë me bunjet, avdesa kemi të Hanefit kemi, se më plotsu kushtet farzet e abdesit. Të thonë, po çush mundet pa është adhurim abdesi, as është adhurim pa adhurim është. Po s'është për këtë adhurimet, po njeti është kusht vetëm për adhurimet që na si kuptojmë, janë mes nesh edhe Zotit. Të tjera që kanë edhe kuptim logjik, njeti mos është se ka tret punën e farzit. Na ta po thon, pe kushteve të namazit është abdesi, është ashtu? Po është pe kushteve të abdesit me mbulu avretin. Kush pe nesh kur i vesh tesha thotë njëtë pe bëjmë i vesh teshat për me mbulu avretin, po do më fol. Do pe kushtet të namazit është. Fal pe kushtet. Do të pe kushtet të namazit është edhe mbulimi i avretit, sigurisht që është edhe mori abde. Obligim është me. Po do të praktik, po përderisa natyra e teshës është me mbulu avretin e bonën jetë, se bonën jetë, s'është kusht njeti. Po don me marr se vape do të më bën jetë. Amun namazin e gjet amun edhe nëse se ke bën jetë që je vesh. Për natyrshmërisë së ujit është me la, me pastrue. Po. Ai la në pjesë të trupit dhe i lag ato e bonën të jetë se bonën jetë. Për ata Hanefit
tash të dheu s'është natyrshmëria time me pastrua. Në tejemum kanë thonë niyeti është fa. Është fa, tash ajo posologjike. Se po bëhem me diçka, kemi dalë për parim për rregullës. Dhe nuk është natyre edhe jot me pastrua. So më valla I kom tisha të papastër bërë një kolizë dhe ti loj ato. Ose nuk ka bosh shtëpia pa pastrua bërë një të pastrim. Do sot natyrë tina. Ajo është kaluar si përjashtim për rregullit. Ndërsa para derisa ashtu, do të praktikisht hadithi është ahad I sakt s'ka dyshim, po ngritet në rangun e fort. Po se kanë mohu Hanefit që se kanë refuzuar si hadith për shkak se ai flan me se kundërshton kushte të tjera. Po s'mundet më ngrit në rangun e kushtit sepse është ahad. Për ata se kanë kushtuar, se kanë konsideruar niyetin me rastin e marrjes së abdesit prej farzeve të abdesit, po e kanë konsideruar prej suneteve të abdesit. Do të janë ato dallimet që kur ka hadithi ahad bjen ndesh me tekste të tjerë e pranojnë se plotson kushtet e muhadithinëve, ta Hanefit jo don që nëse bjen ndesh dhe s'mundu me fut me një komendim të qartë, praktikisht e refuzojmë hadithin. Më po Hanifja pse kjo hadithi që tash po e përmenum është ka mundësi mu konsiderue edhe pej haditheve si shembull se te juristët islam të Hanefit hadithi ahad gjithashtu është pej pushteve, pej kritere mos me rënë ndesh me rregullat e përgjithshme islame, parimet e përgjithshme islame. Po përderisa ky hadith bjen ai parim është I mbështetur në Kur'an dhe bjen ndesh si hadith edhe në kundërshtim me Kur'anin, na po e përmendim si shembull, për shkak se po kemi nevojë, po kemi qef me kon pak më cak kur po I përmendim do hadithe si janë pak ndjeshme, po duhet me I përmend pak me numra. Qartë, mbërshë. Që kush do të më referuar e ka adresën. Hadithi e Abu Hurairës, Imam Ahmedi dhe të tjerë. Waladu zina sharru thalatha. Ose hadithi tjetër që transmeton gjithashtu Imam Ahmedi në Musnedin e tina dhe Sheikh Albani ka thonë që është hadith hasan I pranueshëm. La yadkhulu al-jannata waladu az-zaniya. Waladu az-zaniya la yadkhulu al-janna. A po përkthejmë rrethave? Po I përkthejmë se tash duhet me një dot hadithi I parë waladu az-zina sharru thalatha. Waladu az-zina është popullor që thon kopili, do të ai që ka lind prej një marrëdhënie jo martesor, jashtë martesor. Po, pra po flasim për fëmijë që ka lind nga marrëdhëniet jashtë martesore. Ai thotë waladu az-zina. Tash hadithi I parë me tekstualisht me përkthye bjen ajo është më I keqi prej treve. Më I keqi do të edhe se baba edhe se nona e tij. Baba që ka bola veritet, nona që ka bola veritet me çfarë faji tash është ky më I keq? Tash ky po del jo që më thon vallai pa fajshëm se ky s'ka kur fal faj, po del edhe më I keq se ata dy tjerë. E tash hadithi tjetër që praktikisht në farë është njëjta tematikë dhe plotson kët, shkon edhe më keq edhe por do të praktikisht fëmia jashtë martesor nuk hyn në xhenet fare. Waladu zina nuk la yadkhulu al-janna. Po hadithin në silsilet ahadith as-sahiha Sheikh Albani numër 673 hadithi me këtë numër thotë është hadith hasan. Është hadith hasan thotë. Imam Abu Hanifja dhe këto edhe Hanefit refuzojnë edhe njërin edhe tjetrin sepse bjen ndesh me Kur'anin e madhreshëm. As pari për hadithin tash kanë herë po kem qef me fol na kem pej dietarëve të hadithit më hershëm përveç Sheikh Albanit që kanë thonë hadithi është I rrajshëm krejt. Do të ka pas pej dietarëve të hadithit që e kanë cilësuar si të rrajshëm. Po kanë cilësuar si të rrajshëm pej tyre Imam Shirazi, pej tyre Azlun në Kashful Khafa, pej tyre Ibn Jawziu në Mawdu'at kanë konsideruar si hadith të rrajshëm. Mirë po tash, na kemi gjetë edhe Sheikh Albani, I cili interesant vetëm se muhaddith me çat mentalitet, se hadithi është
Hadithi është ai pranueshëm. Sipas transmetuesve zinxhirit. E ka gjetë në rrugë transmetimi që ndihmojnë njëra tjetrën edhe çaj puna me hadithin dietar, se si intereson kjo pjesa tjetër, do të kuptimi se çka ka thët, është ka pranon një tekst i cili vjen desh me Kur'anin. Me Kur'anin e madhreshëm. Parimi i Kur'anit, rëndë sunetin e pejgamberit alayhis salam është që wala taziru waziratu wizra ukhra. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Do të ajete të formës prerë që secili ka me dhënë llogari për punët e veta. Çfarë teloshje, çfarë mëkati ka fëmia? Kjo që vjen dash me Kur'an, po pastaj është problematik për jetën e atij personi. Na po flasim përveç për tekstet, tash po reflektimin, ai kem këtë parim. Reflektimin normalisht po, do të praktikisht na kemi ajo çaj rreziku që tash pore. Kur muhadithi e jap vlerësimin e vet mbas asaj që den, edhe tani i obligon të tjerë me vepru edhe sipas asaj se tash kur thot ai rruga e transmetimit është sa i e pranueshme, çka do të thonë edhe që është fjalë pejgamberit sipas tij, te fukahoja jo. Te fukahoja thënë jo, do të hadithi përsëri, nëse është ahad na kshirum halo, edhe nëse nuk na bjen ndesh me këtë kriter prej tyne, kriteri i parë që thamë, mos merron ndesh me Kur'anin. Mos merron ndesh me Kur'anin e madhreshëm. Për si në rastin konkret, praktikisht nuk e me ose hadithi tjetër që gjithashtu Sheikh Albani ka thonë është Hasan, ku hadithi që flet për mishin e lopëve. Mishi i lopëve është smundje. Do të thosh e kanë transmetuar si hadith, a? Jo, është hadith i pejgamberit, ka thonë pejgamberi sallallahu mishi i lopëve lahmul baqari da'un. Më shëllë, ka thonë hadithi pranueshëm Hasan. Kem dy ajete në Kur'an ku Zoti na ka kallëzuar që jo enam janë ka qenë nimet e sana. Kem hadithe tjera që pejgamberi sallallahu ka bën me prej kurban për 7 vjet sikur që lopën e sana. Do të praktikisht çush ka un Kur'ani bën me hungur e tash na po thon ka orë një hadith edhe është smundje. Ose suneti pejgamberit sallallahu praktikon kurban kanë prej çdo vjet. Praktikon do të vjen dikush edhe thot hadithi sa. Për ata hadithet e tilla janë hadithe ahad, edhe pse muhadithin thonë që i ka plotësuar kushtet teknike, kategorizojnë si vërtet apo jo, edhe të pranueshme megjithatë teksti është që flet diçka tjetër dhe nuk pranohet te juristët islam. Për ata hadithet sikur këtu që nuk janë praktikisht juristët islam nuk i kanë pranuar dhe nuk kam vepruar sipas tyre. Kam vepruar ose me hadithet përgjithshme tjera ose me ajetet që përgjithshme që flasin rreth tematikave që kanë ndërhyr, që trajtohen për ajete ose haditheve, ndërsa hadithet e tilla si bien ndeshme përgjithësimet në Kur'an ose ajetet që kanë dhënë kuptim të përgjithshëm Kur'an, edhe hadithet ka qenë sunet dhe praktik që është praktikuar te gjeneratat e para kanë konsideruar që nuk veprohet sipas tij. Profesor, vazhdimisht sa ke fol për këtë çështje, unë kisha mendë të disa xhamat, të disa lexues të literaturës islame që vazhdimisht bojnë kërkesa, po dëshirojnë me pas libra të haditheve, me lexuar hadithet. Dhe këto që a folëm tash na, mundet me konë një rrezik të lexues të thjesht, do thotë ata që nuk janë studiues të fesë, vetëm leximi i haditheve, sepse pastaj këto munden me u bartë edhe në jetën e tyre mund me pas divergjenca. Çka i kishte këshilluar këta, por edhe në çështjet e profesor tash, sepse na përcjellën i madh e i vogël, atë nuk kish bë për shkak mos me ekzistuar në literaturë, ose të më vonshme pensojmë që kanë bërë për respektit mundit atyre muhadithinëve që kanë zonë vend libra të tyre, këto hadithe po për disa bien dash me Kur'anin, atëherë s'kish bë mos me figuruar për shkak libra tash të mërshme që mos më kesh kuptuar për muslimanëve punat e hadithet. Marrja me hadith s'ka drejt kërkosh përveç specialistave. Do të praktikisht për ata janë fukaha, librat e fikut i morëm sepse fiku ata i kanë zbërthyer rezultat zbërthim i specialistit. Që merret me tekstin dhe ja autoritetin faktikisht e vulën. Është i kualifikuar për atë çështje dhe ai i trajton ajetet dhe hadithet dhe i jep përfundimet që me kon për mosën e me cilën punohet. Për ata s'mund të thonë dikush e kum lexuar këtë hadith në Buhari dhe po punoj sipas tina, se në Buhari ka hadithe të cilat
janë të anuluar komplet. Absolutisht, po vërejt. Sane, ose hadithe që teksti është gabim, nuk ka dyshim. Në sajti më muslimit ka edhe raste të tilla kur hetohet që teksti është praktikisht logjikisht ne shohim që nuk është në rregull. Nuk është në rregull. Nëse në sajti më muslimit për shembull Ebu Sufjani me rastin e hapjes së shtërimit të Mekës ka kërkuar pe pejgamberit alayhis salam 3 kërkesa. Njëna prej tyre Muaviun me bo shkruas të vahjit të Kuranit, të asoj që shpollet me fjalë tjera, Umu Habiben vajzën e tina me marrë për grua, dhe qësh ka marrë pjesë, ka luftuar në balë të çdo iniciative dhe ushtrie që konë kundër pejgamberit sallam, tash me qitë edhe me komanduar ushtrit kundërshtarëve dhe armizve të Islamit dhe pejgamberi alayhis salam hadith sahih muslimit e ka pranuar këtë çështje. Normalisht hadithi me këtë tekst, këtë farforme, pse tani dietarët e hadithit, e komentatorët e librave të hadithit apo marrësh ajo si janë munduar sidomos ata që po pretendojnë se janë pasues të selefus salihit, mundohen me gjetë aq arsye, me arsyetue, me që ka marrë pjesë. Historikisht s'dihet asnjëherë që Muavija është qenë komandant i ushtrisë muslimane, asnjëherë. Realiteti është ky. Muaviu përveç rastit të njohur, hadithit të njohur, ma ashba Allahu batna, inshallah kur s'njihet, që ka thirrë pejgamberi sallallahu kur s'dihet që ka shkruar, s'ka fakt dokument që ai ka shkruar një ajet Kuranit. Do të shtirë për pejgamberin dhe ky rast është i vetmi që përmendet librat e hadith aq sodin. Dhe ajo që e bën, me thonë Ibn Hazmi që hadithi është rand, do të është e shpikun komplet, edhe pse është sajti më muslimit, është se me Ummu Habiben pejgamberi sallallahu është shumë maharet i martuar. S'ka të bëj. Do të bien ndesh me krejt atë tekste historike që flasin po që ajo konë krye më afër punës ti bëhet, pranë fure. Kështu që do të nuk ka çush e pranojmë këtë farë muhabeti. Hadithi është i dobët. Hadithi nuk qëndron. Nuk përputhet me realitetin edhe kështu që na kemi në pikë pushteve inshallah për me që kriteret që kushtohet ahadi është mos me rënë ndeshme, momentin që neve hanefit pak na shohim për të madhe këtë farë muhabeti, po që është kusht për kushteve shumë nëse çështja është logjike dhe hadithi bën ndesh me atë që është e logjikshme te mendja e shnoshën e njeriu, praktikisht hadithi nuk do të bëjmë shembull për të nasur, vallahi logjikisht një bujnë dy, ose nishi është gjysmë e dyshit. Ka argumente logjike, tas më thonë vallahi. Një bujnë 3 ose 5 ose. Dielli gjatë ditës kur del dielli është ditë, kur mshevet të perëndon është natë. Do të kjo që shumë për natë, logjikës mund më na or diçka që kundërshton. Gjarri është i ftoftë. Unë më thonë, vëllaj, i ka një hadith dhe ka unë gjarë, gjithçka që është e njohëm si rregulla natyrore, logjikshme, që mendja e shnosh e njerit, shnosh praktikisht rezultat, po më e vlerëson si një kohë vjen edhe hadithet të ndryshat e praktikisht, për ata ka thonë, i dhe khaleful uqul, pe shejave të, sa hadithi është i papranuar shumë i rajshëm, është kur bjen ndesh me logjikën e shëndosh. E qartë. Profesor, faleminderit shumë. Neve do të vazhdojmë inshallah në misionin e radhës. Po, kemi edhe disa kritere që do t'i përmendum. Normalisht pe kriterëve që tash kemi me përmend është me kundërshtuar hadithi, apo parimet e përgjithshme se ka ardhur shumë prej studiuesve tash që nuk e njohin librat e usulit të hanefive e që besa edhe pe mëdhëbe të tjera që kanë shkuar në usul e fik, kanë një pasqartësi qëllimisht apo jo qëllimisht ja kanë ofruar lexuesve të literaturës së tyre, ajo është që parimet e përgjithshme islame do të më ditë që dietarët e usul e fikut të hanefit quhen qiyas el usul. Fjala është për kulliyat, el qawaid el kulliye el amma. Islam për parimet e përgjithshme islam. Si ja kanë gjetur emrin qiyas, analogi, që këta që qiyasit i dhon përparësi ndaj
ndaj teksteve dhe haditheve. Ai s'ka lidhje me atë tematikë, edhe për ato do të gjithë vendi ku do të flasim po kur hadithi ahad bën ndesh me kiasin pe gjitha forma, që ka vend të Hanefit që është popularizuar shumë, as ka vend, kemi po që gati është çështja që veç meriton së në dukur se s'ja vlen më marrë me ta. Mirë po, kur hadithi ahad kundërshton parimet e përgjithshme islame, nuk pranohet, për këtë do të fillojmë inshallah trajtesën e javës. Faleminderit shumë zotë Shobdej, profesor, për këto sqarime, edhe ju shikues të nderuar që ishin këto minuta me ne, ju falenderojmë edhe njëkohësisht ju njoftojmë që këto emisione gjitha pra janë të publikuara në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës në gjitha rrjetet sociale, kështu që për çdo sugjerim, kritik, këshill na shkruani pra në këto adresa dhe deri në emisionin e radhës ju përshëndesim me selam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.